Formati i takimeve të kryeministrit Rama me fermerët për problematikat në fshat, por dhe situata e kanabisit në vend, kanë sjellë batuta në takimin e radhës në Suk të Këlqyrës. Fermeri i pari që mori fjalën pas prezantimit hyrës të kryeministrit, i kujtoi këtij të fundit se ky format takimesh ngjan me ato që zhvillonte Enver Hoxha. Ky quhet siç e quante ai ndjeri Hermoti, ky është takim gjumë me popullin. Si jeni me shashin nga fshati juaj? Këtu më kape mat me një lëvizje. Jo mos tesha unë të të zëmat, thash si je se më duke dhe në formë shumë, thash mos e ke nga... se këshu thonë, mos të ka ardhur aroma dhe ty. Por duke u ndalur më shumë tek tema e kanabisit, Rama shtoi se ata që akuzojnë sot për situatë të rënduar me hashashin, ndoshta e konsumojnë vetë atë, duke ju referuar këtu opozitës. Duke parë televizore dhe unë vetë them, more po mirë, po gjithë këto prodhime bujqësore që shkojnë për eksport, ku bëhen? Nuk them që nuk ka nga jo tjetra, po si bëhen sa e pune? Ndërkohë, kur i dëgjon, droga, fillon i bën pyetje vezore, mos marrin këta vetë që ju duket sigur kudo, është kështu. Se ajo këtë ka thonë që të shumëfishon efektin e gjithë që do. Kryeministri ju përgjigj fermerëve edhe për shqetësimet e ngritura prej tyre mbi të gjitha mbi kanalizimet dhe titujt e pronësisë, duke nënvizuar se në kohën kur qeveriste Partia Demokratike, shteti mungonte. Nuk kemi një pikë që të vatisim këtë fushë. Sa fëmijë ke? 6. I ke bërë me njerë 6 apo me radhë? Me radhë. Kaq kisha unë. Ti e ke tokën dhe e punon, ke 25 vjetë. Ti se merë do të me dhunë pronën. Në kuptimin nuk bësh do të pronar me letra do të japi shteti. Nëse s'ti ka dhënë, ku ka qenë shteti? S'ka shtet, nuk ka. Ja ky është thelbi. Aty ku s'ka gjërat elementare s'ka. Dhe pastaj kërkojnë qisha ne. Kreu i qeverisë ndërkohë bëri thirrje fermerëve që të bashkojnë ekonomitë e tyre për të nxjerrë në treg një produkt të përbashkët dhe cilësor, me të cilin mund të konkurrojnë më denjësisht.